Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Në Muzeun Historik të Qytetit u prezantua projekti për përballimin dhe parapritjen që mund t'i bëhen fatkeqësive natyrore dhe emergjencave civile. Në projekt është përfshirë edhe Bashkia e Lushnjës, ku në stinën e verës rreziku nga zjarret është shumë i lartë. Bashkia e Lushnjës është përfshirë në një projekt i cili synon rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis faktorëve fal një programi të detajuar në lidhje me emergjencat civile. Në këtë projekt program që do të implementohet në vijim janë përcaktuar detyra konkrete për përballimin, por edhe parapritjen që mund t'i bëhen fatkeqësive natyrore dhe emergjencave civile. Në ambientet e Muzeut Historik të Qytetit, ky projekt program ju prezantua edhe pjesëtarëve të administratës publike si dhe aktorëve të tjerë. Përgjegjësi sektori zjarfikës, zoti Xhezmi Metushi u shpreh se për të vënë në jetë projekte të tilla, duhet bashkëpunim midis strukturave përkatëse. Shveprojmë neve aq më efikas të bëjmë ato letra që janë shkruar aty dhe që janë plotëruar. Flas për serën tonë. Prandaj u vetë i ri që ashtu siç kemi bashkëpunim gjatë kësaj periudhe bashkë, të bashkëpunojmë edhe në akt që ti dalim balë situatave të vështirë. Nuk ka gjë që nuk bëhet, nëse ka bashkëpunim, nëse ka dhe impenjim, nuk ka gjë që nuk bëhet, çdo gjë bëhet. Është emergjente, për shembull, ne kishim një takim edhe me prefektin, partia fort për të njëjtat probleme, edhe atje është një më fort problem. Këto ne do të bëjmë prezent dhe strukturat të tjera që janë mbi ne marrin masën e realizohen. Specialistja e projektit, zonja Entela Kaleshi, theksoi rëndësinë në përballimin e rasteve të emergjencës, por edhe evidentimin në kohë të zonave të riskut për më shumë efektivitet në raste emergjencash civile. Qarku i Fierit është mbështetur nga këto institucione për formalizimin e dokumentave të tyre strategjik që lidhen me planin kombëtar të emergjencave civile. Sot më specifikisht ne bëm diskutimin dhe konsultimin me publikun të një dokumenti shumë të rëndësishëm për Bashkinë e Lushnjës, i cili është plani vendor i emergjencave civile. Ky është një dokument i cili ka kaluar një proces hartimi të gjatë në bashki, ku janë mbledhur të dhëna lokale nga bashkia në lidhje me infrastrukturën, masat, institucionet lokale për të përcaktuar rolin dhe mënyrat e ndërhyrjes në rast të një situate kur bashkia mund të ndodhë përballë një fatkeqësie apo emergjence civile. Dokumenti i cili është hartuar nga ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar është diskutuar dhe më mbrapa me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe me Prefekturën e Qarkut Fier për të patur një dokument plan vendor të emergjencave civile gjithë përfshirës për të gjitha institucionet lokale dhe rajonale që ndodhen dhe veprojnë në Bashkinë e Lushnjës dhe duke përcaktuar masat dhe rolet e tyre specifike në kuadër të këtij dokumenti. Ky projekt, ku është përfshirë edhe Bashkia e Lushnjës dhe Qarku Fier, vjen në fillimin e stinës së nxehtë të verës, ku rreziku nga zjarret është i madh. Në vitet e fundit, disa nga zjarret e rëna në territorin e Bashkisë Lushnjë kanë rezultuar me shumë dëme, pavarësisht përpjekjeve të sektorit zjarfikës, pasi banorët kryesisht në zona rurale ndezin zjarre të cilat dalin jashtë kontrollit. Myftiu i rrethit Lushnjë, Gramos Bliku, me një mesazh paqeje dhe dashurie uron besimtarët musliman lushnjar për festën e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami është një nga dy festat islame të cilën e kremtojnë besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën. Sot është dita para festës së Kurban Bajramit dhe është dita më e mirë e vitit për të agjëruar dhe për të lutur, tha myftiu i rrethit Lushnjë, Gramos Bliku, në një mesazh paqeje dhe dashurie drejtuar besimtarëve musliman lushnjar. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi një nga ditët më të mira të vitit dhe ajo është dita e Arafatit. Pejgamberi alayhis salam, fundi të dërguarve, ka thënë për këtë ditë: agjërimi i kësaj dite shpresoj tek i madhi Zot të më ketë falur gjunahet e vitit shkuar dhe atit pasues. Pra, ju falemnderit që me anë të këtij mesazhi përcjell urimin tek mbar besimtarët lushnjar, por jo vetëm, Zoti ju a pas pranuar agjërimin e kësaj dite dhe ju pas fal gjunahet.
Myftiu shpreh urimet më të përzemërta për festën e Kurban Bajramit. Është festa e sakrificës dhe e dashurisë, festa ku për dashurinë hyjnore sakrifikohet dashuria njerëzore. Nesërmja troket me një festë madhështore. Ajo është festa e Kurban Bajramit. Është festa e sakrificës dhe dashurisë. Është festa ku për dashurinë hyjnore sakrifikohet dashuria njerëzore. Gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit, Zoti sjellët në familjet e çdo besimtari dhe qytetari lushnjar mirësi, begati. Gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit. Bashkia e Lushnjës në bashkëpunim me policin ka bllokuar për muajt e verës qarkullimin e mjeteve në bulevardin e qytetit nga ora 19 deri në orën 22. Stina e verës është e njohur për motin e nxehtë dhe ditët e gjata. Edhe pse e duam ngrohtësinë e verës, mundohemi të gjejmë mënyra për të freskuar që t'i përballojmë sa më mirë këto temperatura të larta. Bashkia e Lushnjës në bashkëpunim edhe me policin prej disa vitesh ka marrë të gjitha masat për kufizimin e qarkullimit të automjeteve nga poliklinika deri në qendër për muajt e verës nga ora 7 deri në 10, në mënyrë që qytetarët lushnjarë të shëtisin lirshëm në ajrin e freskët të mbrëmjes në bulevard. Një zgjidhje origjinale për të përballuar nxehtësinë e verës dhe ditët e gjatë. Shëtitjet e verës në bulevardin pa mjete kanë filluar dje. Qytetarët të qetësuar nga rreziku makinave i lënë fëmijët të vrapojnë e të luajnë lirshëm në lulishte, por edhe në bulevard. Shëtitja e mbrëmjes është edhe një vend takim ku qytetarët takohen me njëri tjetrin, pasi aktivitetet e shumta të ditës i mbajnë larg shoqërisë. Seanca plenare në Kuvend u shoqërua me debate të forta mes kryetares së Parlamentit Elisa Spiropali dhe deputetëve të opozitës me deputetët e opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Kuvendi nisi sot seancën plenare në orën 10. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali hapi seancën e sotme duke lexuar pikat e rendit të ditës, ku përfshihen ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare deri tek ndryshimet ligjore për buxhetin dhe dokumentacionin personal. Por kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gasmen Bardhi dhe deputetët e Partisë Demokratike Flamur Noka, Ina Zhupa dhe të tjerë debatuan me Spiropalin duke kundërshtuar nisjen e seancës për mungesë kuorumi, pasi duhet minimumi një numër prej 70 deputetësh të pranishëm në sallë dhe jo rreth 55 që ishin aktualisht. Më pas seanca vazhdoi me tone të larta mes deputetëve të pozitës dhe opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Sipas rregullores së Kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e Kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Po si e shpjegoni? Si e shpjegoni Arkendin që merr 25.000 vota? Troplinët, karteli, kaqe shumë e thjeshtë. Tani, po ku është ky? Blend Xhabafti këtu. Blend Xhabafti. Ku e keni Blend Xhabaftin? Më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa dhe këto GPS-et na pas ngelën në Londër. O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale. Raporti i OSBE Odirit foli qartë. Jo, s'është për procedurë, Toni Gogu ka fjalë. Po ju dëgjoj që nga fillimi i seancës që i drejtoheni deputetëve, edhe ministrave, edhe tuaj dhe tanëve me emra personal. Flamur, Toni, Taulante. Jo, me emër mbi emër, ndryshon. Unë e di që sipas kodit etik dhe rregullores, ju duhet i drejtoheni me zoti zonja. Zoti Bardhi, jo, ju mund ta përmendni ne me emra sa herë doni, ne nuk kemi drejt të kthejmë përgjigje, ju duhet ktheni përgjigje prap. Jo, uluni në vend. Ti ke dhënë gjithçka së partie, por këtë herë është e vërtet momenti që të shijosh me familjen, nipër e mbesa këtë energji që të ka dhënë Zoti dhe hapi rrugë shpëtimit Partisë Demokratike. Partia Popullore Europiane mori vendimin që të ketë një
mision fakt mbledhës për Shqipërinë. Edhe njerë, është partia e cila ka 14 kryeministra, ka mazhorancën e Parlamentit Evropian. Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, përjashtohet nga seanca pasi bllokoi foltoren. Tani, e ka mundësi, hajde je i përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo, je i përjashtuar nga seanca, je i përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo tani, ik tani, hajde. Po që shkjo më e qikon gjuna ati, e digjoni gjuna ati ti, po digjoje. Tani të lutem, largohu nga foltorja, Flamur, largohu nga foltorja, Zoti Noka, largohu nga foltorja. Jo, nuk ka nevoj për gardën, po s'ka nevoj më për gardën, nuk ka nevoj. Ju lutem, largohuni, nuk ka nevoj fare, jo e përfundove fjallën. Po s'ishte pra për procedurë, jo, as 1 minutë. Flamur, je i përjashtuar nga seanca tani, Flamur, të lutem, mos i kishe thënë ato fjalë, qa të them tani. Jo, vazhdoni, Zoti Bylykbashi. Arrestohen nga policia e Fierit 2 shtetas vëllezër që prodhonin dhe shitnin kanabis si dhe posedonin armë zjarri. U sekuestruan 2 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike, qindra fara dhe fidan kanabisi. Operacioni koduar implikacione vënë pranga 2 shtetas vëllezër që prodhonin dhe shitnin kanabis si dhe posedonin armë zjarri. U sekuestruan 2 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike, qindra fara dhe fidan kanabisi. Si rezultati i angazhimit maksimal të shërbimeve të policisë Fier dhe i punës së pandërprerë të inteligjencës policore për shtetas të cilët prodhonin dhe shisnin lëndë narkotike, kanabis sativa, si dhe posedonin armë zjarri, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar implikacione. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës së posaçme operacionale të DVP Fier kapën dhe vunë pranga shtetasit KSH 47 vjeç dhe ESH 26 vjeç, banues të fshatin Ngjeqar. Shtetasi ESH sapo ka konstatuar shërbimet e policisë ka tentuar të largohet me vrap, por është kapur menjëherë nga ndërhyrja e shpejtë e shërbimeve të policisë. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit ESH ju gjetën doza kanabisi, të cilat i shiste në fshatin ku banonte. Nga kontrollet e kryera në banesën e këtyre shtetasve, në fshatin Ngjeqar, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 armë zjarri automatik, 3 krahra, 1 thik, doza kanabisi, 200 fara kanabisi dhe 179 fidan kanabisi të mbjellë në kubik. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.